Dikush po e lexon shpirtin tënd në këtë moment. Dhe ti e ndjen. Por se pranon. A ndihesh ndonjëherë sikur dikush po të sheh, edhe pse je vetëm? Si të kishte një sy të padukshëm që ndjek çdo ndjenjë, çdo mendim, çdo zgjedhje. Kjo s'është paranojë, është lidhja e shpirtit me dimensionin ku energjitë nuk kanë nevojë për fjalë. Dikush, diku, po lexon shpirtin tënd tani. Jo për të të gjykuar, por për të parë nëse je gati për hapin e ardhshëm. Mos e mbyll zemrën, sepse ajo që po ndjen është më shumë se intuicion. Është thirrja e universit. Bric japi. Ti ndjen që diçka po të vëzhgon, bric jap. Jo njerëzit, por vetë energjia që të ka parë të lodhesh e të mos dorëzohesh. Universi po lexon forcën tënde që i bën edhe engjëjt të heshtin. Në punë, dikush po të vlerëson nga larg, pa e thënë. Në dashuri, një person nga e kaluara po mendon ende për ty, dhe kjo është arsyeja pse e ndjen valën e trishtimit papritur. Shpirti yt po lidhet me një shpirt tjetër që s'ka mbyllur ende rrethin me ty. Në financa, mos u frikson nga vonesat, sepse bekimet po mblidhen për një shpërthim të madh në nëntor. Në fundjavë do të ndjesh një paqe të çuditshme. Ajo është përgjigjja e universit që thotë: të pash, të dëgjova, të shpërbleva. Daforia. Në heshtjen tënde, dikush të ndjen. Kur mendon për një njeri dhe ai të shkruan menjëherë, kjo nuk është rastësi, është lidhje shpirtërore që shkelet nga koha. Universi po lexon plagët që si ke shprehur dhe po i shëron përmes reflektimeve. Në punë mund të marrësh një lajm që e kishe parandier. Në dashuri, ndjen një tërheqje që s'e shpjegon, sepse është energji e mbetur nga një jetë tjetër. Mos u largoni nga ajo ndjesi, por mos e nxitoni, ajo do vi vetë në momentin e përsosur. Në financa, vjen një ndihmë e papritur, por në mënyrë shpirtërore, dikush që të ka borxh energjik, do ta kthej tani. Në fundjavë, mund të kesh një ëndër që s'është ëndër, por kujtesë nga një lidhje e mëhershme. Luani. Të fortë si ti, rallëkush i lexon, por këtë herë, dikush e ka depërtuar murin tënd. Në heshtje, një shpirt po të vështron dhe po pret sinjalin që ta lësh të afrohet. Në punë, shfaqet një mundësi e papritur që të teston krenarin, mos e refuzon nga egoja, sepse është dhuratë universale. Në dashuri, energjia jote po tërheq dikë që s'ta mendon mendja. Shpirti yt po përhap një dritë që i prek edhe ata që nuk të njohin. Në financa, vjen qartësi pas një periudhe konfuzioni. Universi po lexon forcën tënde dhe po të përgatit për një rritje që do të habis. Në fundjavë, një ndjesi e fortë deja vu do të tregojë se dikush të ka lexuar shpirtin dhe ka nisur rrugën drejt teje. Akrepi, ti e ndjen përpara se të ndodhë. Në çdo ndjenjë të papritur, në çdo valë energjie që të zgjon natën, dikush po të thërret me mendime. Universi po lexon transformimin tënd dhe po përgatit shpërblimin. Në punë, një ndryshim i madh mund të ndodhë dhe ti do e ndjesh para se ta shohësh. Në dashuri, lidhjet e forta energjike do të ndizen sërish. Nëse ke humbur dikë, mos mendo se është fundi. Shpirtrat që janë të lidhur rikthehen kur mësimi mbaron. Në financa, mbështetu te intuita. Nëse diçka ndjehet keq, mos e bëj. Në fundjavë, ndoshta do përjetosh një takim që të trondit, si të njëjnit prej shekujsh. Mos e frikso. Është vetëm universi që po të kujton se disa lidhje nuk prishen kurrë. Në çdo frym që merr, dikush, diku, po ndjen njësoj si ti. Universi është një rrjet shpirtëror dhe ti je një prej fijeve të tij më të ndritshme. Ajo që po ndjen tani s'është e rastësishme, është konfirmim që je në valën e duhur. Shkruaj në komente. E ndjej. E di që jam parë. Mos harro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo video është një mesazh që të lexon përpara se ta hapësh. Në këtë kanal, Universi të sheh, të njeh dhe të udhëzon.